ndryshme. Ne flasim gjërësisht për të kuptuar në fakt ku do të fokusohen këto investime, por në makro 4 miliard euro, një buxhet tmerrsisht i madh le të themi për vendet e Ballkanit Perëndimor. Si do të realizohen ato, cilat do të jenë format? Flas për gjithë rajonin, pastaj le të zbresim duke u shkallëzuar edhe tek Shqipëria, ku do të fokusohen. Patjetër. Atëherë mënyra se si ka nisur gjithë ky proces, Komisioni Evropian ka bërë një thirrje të hapur për projekte në muajin prill, ku janë ftuar të marrin pjesë kompani të ndryshme nga vendet e rajonit dhe nga vendet e BE-s, për të orientuar, le të themi, të gjithë diskutimin në sektorët strategjik që bëjnë bashkë gjithë vendet e rajonit, dhe dita e dytë e konferencës ishte pikërisht e orientuar në prezantimet që bën këto kompani, të cilat ishin të përzgjedhura nga kjo thirrje e hapur nga Komisioni Evropian për të përfaqësuar projekte të ndryshme dhe investime të ndryshme në 5 sektor strategjik: sektori digjital, sektori i bioekonomisë, i ekonomisë qarkulluese dhe hoteleri turizmit, sektori i përpunimit të mbetjeve, pra të gjithë sektor prioritar në gjithë vendet e rajonit. E kuptoj, por këto do jenë buxhete që do vinë nga vetë kompanitë që do duan të investojnë, apo vetë Bashkimi Evropian mund të ketë një pjesë? Sigurisht do të bëjnë bashkëpunim, patjetër. Pra, po marr konkretisht rastin e Shqipërisë, ku kemi të firmosura tashmë 3 marrëveshje në 3 sektor shumë të rëndësishëm. I pari që është në sektorin digjital, pra do të jetë kompania 4IG, e cila do të ndërtoj një të ashtu quajtur shinë digjitale, ose e thënë me fjalë më të thjeshta, është ndërtimi i një rrjeti me fibra optike të internetit për të mundërsuar një ndërlidhje të Shqipërisë me vendet e rajonit me një internet të shpejt, ku kompani të ndryshme të cilët ose sektori publik, që ka shumë rëndësishëm, do të kenë mundësi që të përfitojnë nga interneti i shpejt për ta bërë këtë ndërlidhje, kuptohet, sa më të besueshme dhe sa më të përballueshme. Lokacionet do të jenë këtu në Shqipëri apo edhe në vendet e tjera fshinje? Ky do të jetë një rrjet i cili do të fillojë në Egjipt dhe do të shtrihet në përgjithë vendet e rajonit dhe do të mundësoj pajisjen me internet shumë të shpejt, në mënyrë që kërkimi, shkenca, inovacioni të përdor këtë rrjet të shpejt interneti. Është një kompani e cila planifikon të investojë rreth 200 milionë euro, kuptohet i shpërndarë në gjithë vendet e rajonit, në mënyrë, pra, siç thamë, që të ketë një ndërlidhje sa më të shpejt të internetit me të gjithë rrjetin në vendet e rajonit.